Ne kemi pasur raste të burgosjeve, të rasteve të montuara. Rasti monstra, Brodeci, arrestimi i njerëzve të pafajshëm, djegja e pronave të shqiptarëve në Shkup, vandalizimi i pronave të tyre, rrahja e nxënësve shqiptar. Ne asnjëherë nuk kemi pasur reagim nga Tirana zyrtare. Se nuk e keni kritikuar në atë kohë këtë mungesë reagimit të shtetit shqiptar? Po nuk kam qenë në ekzekutiv. Ndoshta mund ta kishit sugjeruar tek ata që mund ta kishin një zë më të fortë se sa ju në fatkeqësisht unë them, zëri kritik asnjëherë nuk ka arritur të depërtojë në Bashkimin Demokratik për Integrim. Është shuar çdo herë, është heshtur. Dhe kemi dhënë një percepcion tek njerëzit dhe në regjion se ne shqiptarët e Maqedonisë jemi në rregull me këtë pushtet që e kemi. Tani jeni në rregull? Jo, asnjëherë nuk jemi në rregull, asnjëherë. Çdo herë do të ketë diçka që do të na brengos, do të na breng nga brenda, edhe ndonjë problematik që do të dalë në sipërfaqe. Mirë po, e them pa modesti, e them. Nuk janë probleme që ne i kemi krijuar, janë probleme që i kemi trashëguar.